Hej, mirë se u gjendëm sërish. Sot do të flasim për diçka që me siguri të gjithë e kemi menduar të paktën një herë. Çfarë vlen më shumë, të dish gjëra nga librat apo ti bësh ato në jetën e përditshme? E po, për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje të madhe, do zbulojmë bashkë një histori klasike, shumë të bukur. Ajo quhet Mullai në det. Ja pra, pyetja kryesore është pikërisht kjo. Ku qëndron vlera e vërtet? A është e dija që marrim duke lexuar apo te aftësitë që fitojmë duke vepruar? Le ta mendojmë pak. Në fakt, kjo pyetje na ndan dijen në dy kategori të mëdha. Në njërin anë kemi ato që mund ta quajmë zgjuarësia e librave. E dini, gjëra si të lexosh, të bësh matematik, të mësosh për historinë, dhe në anën tjetër kemi aftësitë e jetës. Gjëra praktike si për shembull të japësh biçikletës, të mësosh të notosh apo edhe të gatuash diçka të shijshme. Të dyja duken shumë të rëndësishme, apo jo? Sigurisht që po. E po, për ta kuptuar më mirë se si funksionojnë këto të dyja bashk, historia jon na jep një shembull fantastik. Ajo na fton të imagjinojmë diçka. Një zog me dy krah. Le të eksplorojmë pak këtë ide. Thuhet se një mësues shumë i mençur dikur ka thënë se i gjithë njerëzimi është tamam si një zog. Përpiquni ta përfytyroni, një zog i bukur, madhështor, që po bëhet gati të ngrihet në qiell. Dhe si çdo zog, për të fluturuar lart, ai ka nevojë për dy krah të fortë. Njëri krah është e gjithë dija, shkenca, gjithçka që mësojmë dhe zbulojmë për botën tonë. Kurse krahu tjetër janë mësimet se si të jetojmë mirë, si të jemi njerëz të mirë. Që të fluturojë, zogu duhet i radhë të dy krahët bashkë, në harmoni. Por, ç'ndodh nëse dikush mendon se mund të fluturojë vetëm me njërin krah? E po, historia jon flet pikërisht për dikë të tillë, për dikë që ishte i bindur se vetëm një lloj dije kishte vlerë. Le të shohim bashkë se çfarë ndodhi. Kështu, hymë në pjesën tjetër të tregimit ton, udhëtimi i mullait krenar. Dhe është koha të takojmë personazhin ton kryesor. Mirë, para se të vazhdojmë, çfarë është një mulla? Shumë thjesht, një mulla është një mësues, një dietar fetar. Pra, imagjinoni dikë që gjithë jetën e tij e ka kaluar me kokën brenda librave, duke studiuar. Por ky mullai i historisë son ishte pak këbzi të themi, mendje madh, shumë mendje madje. Ishte tepër krenar për gjithçka që dinte nga librat dhe ishte i bindur se ishte njeriu më i zgjuar në botë. Dhe kështu, aventura e tij fillon. Një ditë të bukur, mullai merr një ftesë nga një mbret, nga një vend shumë i largët. Mbreti donte që mullai të shkonte në pallatin e tij dhe të ndante dijet e tij me të gjithë. E po, mund ta imagjinoni sa ju bë qefi mullait. U ndje kaq rëndësishëm sa pa humbur kohë, u nis menjëherë me një anije drejt mbretërisë së largët. Sa po hipi në anije, gjëja e parë që bëri ishte të gjente kapitenin. Dhe natyrisht, qëllimi i tij ishte vetëm një: ti tregonte kapitenit dhe kujdo tjetër se sa i ditur ishte ai. Mezi priste, të mburrej me gjithë zgjuarsinë e tij të librave. Kështu që ju afrua kapitenit me një ajër superior dhe e pyeti: "Më thuaj o njeri i mirë, a di gjë ti për teologjin?" Pra, po e pyeste për studimin e fesë, specialitetin e tij. Kapiteni, një njeri praktik, i mësuar me detin e dhallgët, thjesht u përgjigj me qetësi dhe sinqeritet: "Jo, nuk di gjë." Dhe pikërisht këtu, mullai e tregoi veten. Ai e pa kapitenin me përbuzje dhe i tha: "Atëherë, gjysma jetës tënde ka shkuar kot." Imagjinoni pak, çfarë fjalësh, sa mendjemadhësi në një fjali të vetme. Por siç ndodh shpesh në histori, jeta ka një mënyrë interesante për të na dhënë mësime. Dhe deti? Deti di si ti unë dhe më krenarët. Sepse pikërisht në ato moment, kur mullai po shijonte arrogancën e tij, gjithçka ndryshoi. Qielli u nzi dhe filloi një stuhi e tmerrshme. Dhe mos mendoni se ishte një stuhi e zakonshme, jo, ishte një katastrofë vërtet. Era e furishme i grisi velat, anija filloi të mbushej me ujë. Rreziku për të mbytur ishte real, ishte i menjëhershëm, një situatë vërtet e frikshme. Po, mullai i ynë i ditur, ku ishte ai gjatë gjithë këtij tmerri? E po, ishte mbyllur në kabinën e tij, i zbeth, i tmeruar dhe i zënë nga deti. Pa pritur, gjithë librat që kishte lexuar nuk po i hynin në punë për asgjë. Në mes të gjithë atij kaosit, kapiteni shkon dhe i gjen mullain dhe i bën edhe ai një pyetje. Por kësaj here,
pyetja nuk ishte të bënte me teologjin apo librat. Kapiteni e pyeti thjesht: "Më thuaj, o njeri i ditur, a dit notosh?" Dhe mullaj, me zë të mekur, plot pendes, u përgjigj se jo, ai nuk dinte të notonte. Në atë çast, në atë anije që po fundosej, aftësia për të notuar ishte bërë dija më e çmuar në të gjithë botën. Atëherë, kapiteni me zulërime së erës i bërtiti. Atëherë, e gjithë jeta jote ka shkuar kot. Ai thjesht ja ktheu mullajt fjalët e tij. Por tani, ato fjalë kishin një kuptim krejt tjetër, një kuptim jete a vdekjeje. Kështu që, çfarë na mëson kjo histori? Cili është mësimi i madh që mund të nxjerrim nga ky mullaj mendje madh dhe ky kapiten praktik? Le t'i shohim edhe një herë. Mullaj kishte dije nga librat, teologjia, shumë e vlefshme, por ndoshta në një bibliotekë të qetë. Nga ana tjetër, kapiteni kishte një aftësi praktike, notin, dhe kjo aftësi ishte jetike në mes të një stuhie. Kjo na tregon se çdo lloj dije ka vlerën e vet, në kohën dhe vendin e duhur. Dhe ja ku kthehemi përsëri tek ai zogu ynë i bukur. Për të fluturuar lart e lart, na duhen të dy krahët. Na duhet edhe dija që marrim nga librat, por na duhen edhe aftësitë praktike për t'ia dalë mban në jetë, për të ndihmuar veten dhe të tjerët. Vetëm me një krah nuk fluturohet dot. Kështu, kjo histori na lë të gjithëve me një pyetje për të menduar. Në botën tonë, sot, cilët janë dy krahët që i duhen një njeriu për të fluturuar? Cilat janë ato dije nga librat dhe cilat janë ato aftësi nga jeta që kur i bashkojmë na bëjnë vërtet plot? Është diçka e mirë për të menduar. Faleminderit që ndoqëm bashkë këtë histori.